Dhe ne kemi bërë një betim që aty ku derë Gjaku, Jagim Ramadanin, Salitiku dhe gjithë dëshmorët Kosovës, kur kama e armikut mos më shkel. Rënja e Agimit edhe Salit e shumë dëshmorën në goditje shumë rëndë. Por ne ishin përgatitur. Lufta kuptohet që ka gjak dhe ka sakrificë. Dhe vetë Agimi me atë trajnimin dhe me ato motivet që jep të luftëtarëve të cilët ishin lidhur shumë, na kishte futur si një embrion në qenjen tonë që lufta duhet vazhdoj pavarësisht se si do rrjedhin ngjarjet dhe neve nuk duhet që të tërhiqemi në asnjë mënyrë. Dhe ne kemi bërë një betim që aty ku derë Gjaku, Jagim Ramadanin, Salitiku dhe gjithë dëshmorët Kosovës, kur kama e armikut mos më shkel dhe asnjëherë nuk ka mujt më shkel në këtë territor pavarësisht arsenalit armatimit, brigadave që ka vepruar, helmeve, sisteme raketore, artillerisë, njësive të Arkanit, njësia speciale që ka vepruar drejt Kosovës, kur s'ka mujt me kthy kufinin ose me shkel aty ku derë Gjaku i dëshmorëve të Kosovës.